Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam dy të ftuar tepër të veçantë, që do flasin për një aktivitet të zhvilluar disa ditë më parë në Universitetin Luigjë Gurakuqi të Shkodrës në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit. Është me mua organizatori i këtij aktiviteti, profesor Çamil Gjyrezi. Mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Edhe Gjoela Curri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit që je pjesë e misionit dhe faleminderit që sillni aktivitete kaq të bukura edhe në zbukuroni ndoshta ditën, momentet dhe gjithçka tjetër. Faleminderit e dashur. Faleminderit. Profesor, si erdhi ideja e këtij aktiviteti? Po nisim bashkë këtë intervistë. Po, faleminderit. Fjalëra për spari uroj gjithë besimtarëve të krishterë, katolik, për shumë vjet pashtë. Së dyti ideja ishte, më thotë vërtetën, po ata kam bisedu me rektorin, kam bisedu me drejtoren e drejtuesen, profesoresh Randa Halluni, që të fokusohemi tek shkencat e edukimit, kryesisht tek dega psikologji, punë sociale dhe mësuesia për rëndësinë e muzikës dhe e quajta edukimi muzika për edukim të ardita dhe inovacioni, kjo ishte ajo ideja dhe raportet e muzikës në një shoqëri në shekullin 21. Dhe natyrisht lobim më të mirë se me studentët nuk ka, është shumë e rëndësishme. Bile ideja ishte për të krijuar një kor për të kënuar studentët, e kemi zhvilluar një aktivitet para në vitin 2014 për të marrë pjesë në një aktivitet, edhe natyrisht për raportet e muzikës në fakultetin tek mësuesia dhe tek psikologjia. Dhe tash patjetër ishte edhe qëllimi për të njohur me nxënësit e shkollës artistike Prekjakova, që studentët të njihen me instrumentet e harqeve, të njihen me dirigjentin, të njihen me, e falenderoj shumë drejtorin zotnia Anton Kaftallin, dirigjentin Adli Lekaj, me se si funksionon një orkestër, pasi nuk kanë mundësi tjera përveç medias. Patjetër. Dhe natyrisht pata edhe idenë tjetër për të njohur me rinën kombëtare tonë, që është e pafalshme që në universitet nuk ka foto të Art Martin Gjoks, të Prekjakovës, të Frano Nois, të shumë Palok Kurtit, që janë thelbi jonë, është rinja kombëtare. Është jashtëzakonshme. Dhe sfundit me këngëtarët e hajmo të cilët i gjithë publiku i dëgjon në dasma në skena, por ti dëgjoj në universitet që ishte Bixhalia, një muzikant shumë i njohur, ikonik në muzikën qytetare, Lul Bajrami, dhe natyrisht pata edhe shumë dëshirë të prezantoj Blerdi Turmeta, i cili fitoi edhe çmimin e parë në Lulebor. Pra të njihen të komunikojnë. Dhe natyrisht me drejtuesin e estrads Ilir Zoga, dhe natyrisht me klarinetistin, ideatorin Indrit Kodaliov, që studentët komunikojnë aty shpejt e shpejt për gjyqësoret, me këto muzikanta shumë, dhe morë edhe një grup fëmijësh të shkollës Branko Gajvije, mësuesen e Mona Kraj, si zhvillohet mësimi i muzikës, i cili duhet marrë një rëndësi të tjetër për të krijuar një lloj raportet aty në skenë me studentët, edhe kishin një lloj argëtimi, edhe bisedë pse ja. Kjo ishte ideja dhe mendoj si ba mirë. Do t'i them edhe opinionit publik, ideja kam filluar 2 muaj e gjysmë përpara, e kam intervistuar të gjithë, kam zhvilluar një intervistë, i kam botuar intervistat, jam drejtuar rektorit, jam drejtuar drejtueses së departamentit. Është e vështirë, profesor, një bashkëpunim i tillë, sepse janë disa institucione të ndryshme që duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, disa drejtues të ndryshëm që ti duhet të vendosësh ndoshta një ekuilibër mes të gjithëve. Nuk është e thjeshtë, thash, pikërisht edhe fal edhe raporteve të mia me universitetin, edhe dëshirës për të prezantuar mirë siç mund ta kemi të gjithë aty që janë, patjetër. Si jam unë. Edhe kam mundësi për me lobu me studentat, edhe me shku drejt leksion, për të biseduar për rëndësinë e një gjëje, një aktiviteti, një diçka, fal edhe leksioneve që kam dhënë në universitet. Dhe ishte një punë 2 muaj e gjysmë, të cilën e quajta edhe një lloj vlerësimi psikologjik. Dhe është shans kur bisedon dhe pastaj fundi është koncerti. Thash, nuk është e thjeshtë, por krijoj raporte
raport e besimit, raport e komunikimit, derisa shkoj tek aktiviteti. I falenderoj shumë se harrova për me falenderu edhe Gjoelen, e cila besoj është studentët e psikologjia, Fetije Peraj, studentët tek psikologjia, dhe edhe Glerdit studion në universitet. Ka edhe shumë ish muzikant të shkollës artistike prej Krakova, që për mua është e vetmja qendër e artit në Shkodër, s'ka tjera. Të cilët kanë ndru dek, kjo ishte edhe qëllimi për të sjellë në skenë. Sa bukur. Edhe ata besuan tek unë edhe Me doli një aktivitet shumë i bukur dhe shumë i arritur. Gjoela, po për ty, si ishin emocionet e këtij aktiviteti? Po, atëherë presë me tregu për emocionet, dhe ishte me urullën pashk, të gëzuar pashtar besimtarët, edhe shpresoj që t'jeni mush vërtet nga drita e kësaj festes. Sa i përket emocioneve, emocionet kur ke një aktivitet janë të shumë llojshme, si vetëm është ajo ideja që ti më dal sa më bukur, që më kanë mirë, me pas me bësa më mirë pjesën tonë, mbrapa është edhe emocionet që ti merr. Ti mushesh sepse shikon domethënë persona që janë talente, që dinë miraveglave të ndryshme, shikon persona që këndojnë shumë bukur, shikon organizimin, shikon emocionet që merr audienca kur e ndin, edhe diçka që më ka përshtypje është edhe shumë mëshmëria brezave, që nga fëmijët që kanë kënduar kor, talentet e ndryshme që kanë rënë një vigle muzikore, edhe më të rritën që kanë vite që merren me profesionin e tyre, që kanë kënduar të moshat domethënë të ndryshme. T'ja për një emocion të ndryshme, ma tregon se sa bukur është kur arti ruhet edhe trashëgohet. Është shumë bukur vërtet kur arti ruhet dhe trashëgohet, sidomos në një vend si Shkodra, ku artistët e mirë nuk mungojnë dhe keni suportin gjithmonë. Cila është lidhja jote me muzikën e dashur? Mund të na tregosh më thellësisht me artin, me të bukurën, me muzikën, përveç psikologjisë që ti ke zgjedhur si deg që ta studiosh dhe të kesh një të ardhme në fushën e psikologjisë? Për sa i përket artit muzikor, thjesht jam një admiruese shumë e madhe e tij, nuk ka se krijoj domethënë muzikë ose diçka, thjesht admiroj. Ndërsa sa i përket artit në përgjithësi, më pëlqen shumë e pikturu, mandej që piktura është një jetë shumë e rëndësishme që njeriu mund të shprehë veten e tij dhe mund të frymëzojë, edhe më pëlqen edhe shumë poezia, se dhe fotografia. Mendoj që poezia nëpërmjet vargjeve ti mundesh me shpreh diçka që kur dikush e ndjen në veten e tij atë dhe te krima mund të më dha një shprehje sa më të ndryshme të asaj që ti tamam ke përmbrënën. Ndërsa fotografia mendoj që tregon kap momente të ndryshme të jetës njerëzore, edhe përveç se do të më kap bukur edhe me ditë si me transmetu, edhe janë kujtime që mesin. Që këto janë ata pasione që unë kam më shumë botën e artit. Pas ke shumë pasione, një vajzë shumë dimensionale, që arrin gjithmonë të sjellë gjëra të bukura. Por raporti me psikologjinë, si vendosi ti të zgjedhësh psikologi? Psikologjia është një degë më shumë e bukur, një histori shumë e shkurtë se si më ka shku mendja për psikologjinë është shumë e lezetshme, ku kam kanë tek dyqani dajës tem, edhe ardhi një person për me bledhe më tha që ti të më dukesh komplet si një psikologe, ke atë prezencën. Edhe që asaj ditën fillova të mendu psikologjia, fillova të interesua dhe kuptova që është një degë shumë e bukur, pse jo? Sepse të bën me kuptu ma shumë për botën e mbrëmshme të tjerëve, për shpirtin e tyre, çfarë fshehin, çfarë mbajnë, ndoshta mas një buzëqeshje fshihen shumë gjëra të tjera dhe ti arrin me kuptu, me analizu një person edhe me menu që çdo person është një individ unik, ka një çështje të ndryshme kundrejt tjetrës edhe mund të më shpreh shumë gjëra të veçanta që kur ti arrin me hima thellë dhe mos më kanë thjesht në sipërfaqe kupton shumë më shumë për se si është qenia njerëzore, sa delikate dhe komplekse. Sa mendon që ju ndihmon ju aktivitetet të tilla, qoftë në psikologji, por qoftë edhe në botën tuaj të artit? Unë mendoj që çdo student, çdo moshë, si fillimisht, por çdo student ka të nevojshme që me marrë pjesë në aktivitete edhe në trajnime. Mendoj që sikur një gjë krejt e vogël ti mesin me ani ose një emocion krejt i vogël ti ndryshojnë ditën, mendoj që ka vlerë. Sepse jo mas çdo aktivitetit na kena me ikë në shtëpi dhe me thonë wow, çanolli, kështu jo çdo gjë është shumë e mahnitshme, por të paktën çdo aktivitet ka vlerën e tij edhe mendoj që të marr pjesë, pse jo kena mundësinë që me mësu, me marr diçka dhe kur shkojmë në shtëpi të paktën një mendim kena ndryshuar se një çështje kritike na ka lindur ose diçka më ndryshe kena pa, edhe kjo gjë bën që me përfitu dhe ne për çdo aktivitet dhe me pas një frymëzim tonin që e marrti me veti dhe na ndihmon mu formu në ndërtimin ton. Profesor, sa të rëndësishme mendon se janë këto aktivitete për nxënësit, për studentët, për të gjithë grup moshat, sa ndikojnë në formimin e tyre? Në psikologji do në priç, do në teste, unë mendoj janë shumë të rëndësishme.
më falë po kthejmë pak mrapa, rëndësia këtyre aktiviteteve, që ishte dhe lobimi jem, është raportet e mia me Akademinë e Shkencave, me 2 arritet madhore të Akademinë e Shkencave, pranimi i Lahutës në UNESCO, dhe në këtë kontekst e falenderoj shumë Emanuel Luken, që studion violincel dhe ishte prezent atje, për të kuptuar mirëfilli se për nga vim, është shumë e rëndësishme, dhe stafi i cili e ka prezentu atje, neve këtu tek Hotel Koloseu, kemi zhvilluar një aktivitet madhor me lautarët para 2 vitesh, dhe ne nuk ishim kryesor, po kryesor ishte Vaso Tole, Rigers Halili, dhe një pedagoge e shkëlqyeshme australiane, nuk është thjesht për të lobu, për të fitu rëndësinë e Lahutës, që ka Gjubletos, Trashomancës dhe Eksimit Tropojës, janë pasuria jo në UNESCO, por rëndësia ati aktivitetit ishte dhe mënyra se si profesor Anton Kaftalli na dërgoi për të marrë pjesë, dhe ishim pjesëmarrës, dhe dhënë shpendime se dhe gjithë video ka shku në UNESCO, ku Emanueli paraqitet një fëmijë i cili studion violincel dhe lënë të instrument që e ka të shkëlqyer shkëlqyer dhe ure suksese. E dyta, falenderoj shumë drejtuesen e departamentit, Elona Hasmune, ajo është edhe thelbi i këtij problem, bile atje e kisha synimin krahas të tjerëve, e cila ka qenë shumë e gatshme krahas tjerëve për të bashkëpunuar me këtë aktivitet, dhe bile kemi zhvilluar një aktivitet me klubin Observer, ishte edhe Joela atje, gjatë këtij muaji për të zhvilluar një lloj mënyrë të nërmjetme për të zhvilluar psikologjinë e artit, thaqë edhe një pra raportet e akademisë, qytetit me universitetin. Në universitet ka stafe, në universitet ka projekte të cilit organizojnë vetë, por ne nga qyteti kemi drejt për të dhënë disa ide dhe mendoj të flasim edhe për një aktivitet që e kanë zhvilluar në bibliotekë për gjuhën, që është një arritje e tjera. Po, zhvillua pak ditë më parë. Po, është fjalori i gjuhës shqipe dhe Aristotel Spiro, profesor i asocium, është arritje jashtëzakonshme krahas historisë shqiptare, krahas Lahutës dhe fjalori. Dhe në këtë kontekst që mos flas të marrim gjërat me radhë, ishte shans i madh që opinioni studentët mos njihen me Shefki Osmanin, e cila ka punuar 7.000 fjalë të gërmës A. Ajo është 72 vjeç, është nga Kosova, dhe duhet patjetër që fjalori i madh të prezantohet në universitet, qytet, media, është e domosdoshme, është një arritje 120.000 fjalë, ata vetëm librat peshojnë, mendoj. Kështu që edhe bibliotekën Marin Baleti dhe drejtoreshën Ledja Dushe e falenderoj shumë. Këto ishin ideat që zhvillova këte. Mund ta tregosh pak më shumë rreth këtij aktiviteti, profesor? Po, aktiviteti ishte i menduar në bibliotekën Marin Baleti, gjithmonë në lobimin me Akademinë e Shkencave, në raportet me profesor Aristotel Spiro, që janë dhe studimit të artit dhe të gjuhës, për të promovuar librin shqip, për të diskutuar në një nivel shkencor për gjuhën shqipe, për atë normën që bisedohet, e cila është për ide e studiusëve të gjuhës, për standardin. Dhe pastaj kishte edhe një botim, një poezisë në festën erotike, po kryesore ishte fjalori. Edhe unë kisha një temë në mbështetje të standardit, që është standardi muzikor, dhe pastaj duhet falenderoj dhe profesor Erzen Koperaj dhe profesor Gjahit Bushati, të cilët morën pjesë, dhe të gjithë pedagogët e gjuhës të fakultetit të Alba Hafizi, Drita, profesorisht Drita e gjuhës frënge, drejtore e bibliotekës, pra bëmë edhe një lloj bashkëpunimit ndërmjet bibliotekës universitetit me qytetit, dhe Zamira, patjetër drejtuese e albanologjisë, dhe zhvilluam një aktivitet shumë mirë, dhe mendoj që tjetë edhe një projekt të tarës me universitetit për ta promovu fjalorin e gjuhës shqipe. Natyrisht, kjo është edhe një sinjal për median, është një sinjal për përdoruesit e gjuhës. Patjetër. Kjo ishte edhe qëllimi i këtij aktivitetit, mendoj që dham një mesazh. Edhe unë mendoj një mesazh shumë të bukur. E dashur, si mendon ti aktivitetet të tilla, sa mesazh japin për studentët, për të rinjt, për qytetin?
Unë mendoj që japin mesazh sepse i frymëzojnë ata dhe i bën që me tregu që arti është shumë e rëndësishëm, edhe nëpërmjet artit ata munden me kriju shumë gjëra, edhe munden me frymëzu, edhe me dhënë prej vetes tyre. Dhe jo gjithmonë për shembull, se shpesh herë tritë kanë tendencën që ndoshta me nënvlerësu ndonjëherë artin ose me thënë që për shembull një poezi që e bën unë nuk po e botoj, ose një vegël muzikor që ndihmë i ra shumë bukur nuk ka se po merrem shumë me të, ose një art ndoshta që mund ta kenë trashëgu për me qep, nuk ka se japin shumë zë, por mendoj që përveç se ndoshta një ditë nuk ka shumë rëndësishme me kanë se s'bën piktor, muzikant, por artin me erujt edhe me marr prej tij që ndoshta mund është një ditë edhe me trashëgu brez mas brezit, por edhe me e pas në jetën tonë si një kujtim. Pse mendon se ndodh kjo? Të rinjt po stepen pak, siç e përmend edhe ti, nga arti ose që të promovojnë ato vlera artistike që ato kanë. Pse mendon që ndodh? Ndoshta është edhe ideja që me zgjedhje është profesione që krijojnë më shumë të ardhuna, por e bukur është siç e thash, ndoshta pse nuk kena të profilizuar në një aspekt caktuar në një profesion për shemb muzikant, piktor, po ta kena me vedi një pjesë të artit tonë. Që të kena mundësi që me kriju, sepse arti nuk është vetëm për vedin, arti e bukur atje që mundesh edhe me nda me tjertë. Edhe ti kur bën një vepër artistike, ti merr prej saj frymëzohesh, por frymëzon edhe tjertë. Edhe s'ka më bukur që me nda dhe me frymëzu sa më shumë brejtë. Patjetër që po. Si mendon që do të frymëzoj ty arti që ti bën ose që ti pëlqen gjatë jetës tënde në fushën e psikologjisë? Mendoj se arti me psikologjinë lidhen shumë, sepse arti është, si me tha, një mjet për me kuptuar gjuhën e psikologjisë. Shpesh herë nëpër terapi përdoret si mënyrë që klientët shprehin botën e tyre duke pikturuar. Por kjo ndodh edhe thjesht kur na shohim një pikturë, që çdo person e shikon në mënyrë të ndryshme. Mund të jetë ndoshta e njëjta vepër artit, edhe të jep një emocion tjetër. Se duke pa në momente të ndryshme të jetës, mundesh të pas emocione sa më të ndryshme duke e shikuar. Dhe diçka që kanë vojë te arti është se shpesh herë lën vend bosh për imagjinatën. Pra te shikon një pikturë, ndoshta një muzikë, një këngë, edhe e ke një vend bosh që imagjinata jote fillon të krijon bazë të eksperiencave tuaja, bazë përvojave, dëshirave, dhe kjo bën që secili për nesh me pas një çësje kundrejt artit që është e ndryshme, edhe rritet brenda nesh. Mbrapa. Profesor, mund të flasim për projekte të reja, për ndonjë plan që ke në mendje që të një aktivitet të ri, duke pasur të rinj kaq të mirë sa Gjoela është. E çuditshme gjithmonë po të rregoj edhe publikut. Patjetër. Këto janë të mrekullueshëm për këtyre përfiton. Unë ka 15 vjet që përfitoj, se janë tradicional, thonë mesazhet, ne jena më ashtu më. E Gjoela i tha gjitha atë që unë e pata në kokë. E falenderoj Gjoelën që për shumë pak bashkëpunim e tregoi thelbin. Unë do të citoj diçka për edukimin muzikor e cila e tha Gjoela, nuk është çështja e një aktivitetit se po përfundon çdo gjë. Procesi të nxënit është proces edhe nuk është një aktivitet. Aktiviteti ka një grup emocione dhe pastaj shkon në shtëpi dhe pëlqen, s'pëlqen. Bile transmetoj një pjesëmarrës, më falenderonte aty në personalisht në Facebook. Një grup tjetër më falenderonte sinqerisht dhe kjo është edhe një kritikë për ato që nuk morën pjesë, që edhe ato i falenderoj. Që të vinë të dëgjojnë, se ato kanë me detyrim nuk bëhet, kjo është me patjetër, është me dëshirë. Me vullnet mirë, e ka parasysh. Dhe mos harroj në këtë që mos tallakate, më falenderoj shumë Bepin Vjerdhen, i cili ishte pjesëmarrës, por ishin rreth 40 muzikantë që morën pjesë dhe erdhën vullnetarisht aty. Por t'ju dhanë studentëve një mesazh, kemi punu. Bepin Vjerdha drejton një grup fëmijësh me kitarë. Bepin Vjerdha ka punu me autikët. Kjo procesi që themi ne, si do të mësosh gjuhën ti, kur e s'din fëmija gjuhën. Dhe duke bisedu profesionisht me ta, tha, si ke bisedu me ta? Ju kam folë, tha, duke ngritë e tonin më lartë, unë me poshtë, por du t'i bësh këtë punë. Dhe unë nuk mendoj se që du të bëjnë tjetër mësusja e shkollës fillore me fëmijët. Nuk janë gjonat imaginare që e përmani. Gjonat janë reale. Fëmija të vjen, fëmija ka nevoj për të kuptu timuj, ka nevoj për të kuptu... Me që atë tha që është proces, e farendoj bebin i cili e bën edhe bandën i fëmijëve me autizëm. Po do të citoj që është edukimi muzikor, dhe rëndësia muzikore. Muzika, me të thonë vërtetën, ka disa vite që nuk ka pas një rol të rëndësishëm. Jo e din edhe ora muzikës, por një konferencë e madhe në Akademinë e Shkencave, doli me një draft. Pastaj për të bisedu me specialistët e qeverisë,
drejtuesve lokal, specialistët që të ketë një vend tjetër në shekullin 21, në botën inovative. Që do të thotë që muzika mos jetë vetëm për argëtim, por të jetë edhe për edukim. Dhe edukimi muzikor e nërë të zënit një fëmijë në nivelet të reja, dhe për shkak të saj ai duhet konsiderohet gjithmonë një pjesë thelbësore e procesit edukativ të një fëmije. Pra, të jetë pjesë e të nxënit të shkronjave, të matematikës, e tjerë. Dhe shpresoj që duke i dhënë rëndësi nëpërmjet emisioneve televizive, bisedave, shumë muzikantave që zhvillojnë një aktivitet që në shekullin 21 kjo fushë e domosdoshme për të nxënit të jetë e pranishme. Në këtë kontekst e theksoj dhe i kërkoj opinionit publik të qytetit të njihet me simbolin e artit të qytetit Shkodrës. Shkolla artistike për Kjakova është thelbi i artit. Jo vetëm Shkodër, po është marrë kombëtare. Sepse gjithmonë nxjerr talente shumë të mira. Dhe profesor Anton Kaftalli, profesor Admir Leka, dhe profesor Indit Kuaderiu, dhe shumë muzikantat që ishin aty, se nuk po i përmeni, që të japim një rëndësi që muzikantët sa rrugë e gjatë thash për të studiuar 16 vjet muzikë. Duhen mbështetje, duhen projekte të veçanta ato studentët e talentuar për të vazhduar traditën që e kemi patur. Kështu që në këtë kontekst, unë nuk mendoj që i zgjidhim sot, ju falenderoj shumë Fjalba dhe për bisedën edhe jashtë protokollit. Dhe natyrisht kam besim që Universiteti i Shkodrës, Luiz Gurakuqi, edhe profesor Gjuraj, është një model më i miri i qytetit në këto 34 vite. Ka qenë skandaloze që universitetin e kishin kthy si baçe atje te rektorati. E keni pa apo ja? E keni pa, ka qenë me shkure, që fakulteti i gjuhëve të huaja këtu ishte kthy me shkure dhe sot është inovu. Kjo është edhe fal bashkisë Shkodër, patjetër. Po patjetër, se bashkëpunim, ka bashkëpunim, Bashkia Shkodër me universitetin. Ishte e pafalshme të kalojë nga rektoratet dhe të shikojë për ditë aty pedagog, bisedojnë gjoja se po zhvillojmë shkencë dhe harrojnë që aty ishte kthyer në një çerdhe ashtu e turpshme, të larg emocionet. Unë mendoj që i profesor Gjura i dha një dimension tjetër universitetit, dhe prandaj e kam shtet, çish kam shtet të gjithë ma që ka pozicioni im. E falenderoj edhe profesoresh Randa Hallunin, e falenderoj edhe profesoresh Elona Hasmuin. Falenderoj herë këto studentat, ato që i morën pjesë, të gjithë jemi të detyruar dhe të ulim fort kokën para studentave, këto zotnit që përmana, duke ruajtur edhe staturen se studentat janë thelbi i universitetit dhe shkencat e edukimit janë kaq nevojshme në këtë botë ku jemi, për të zhvilluar e çu përpara krahas degëve të tjera qytetin tonë dhe të nxënit në vitet e ardhshme. Falenderoj shumë edhe ju për promovimin e këtyre punëve, muzikantët, nuk di harrova këtë pa. Se besoj që ke harruar njëri, po nëse ke harruar, je gjithmonë i mirëpritur për çdo aktivitet apo për çdo gjë të bukur që ti realizon. Do të kemi aktivitetet shumë në planin e argëtimit. Do kemi bashkëpunime të tjera me universitetin, ti vlerëson shumë profesor Gjurajn dhe falenderove pafund. Do kemi projekte të tjera në bashkëpunim me këta nxënës të mrekullueshëm, me këta studentë? Unë po ta them se nuk si diplomat jam i natyrës kështu, diplomat direkt, kështu s'kam. Nuk e nali këtë punë, nuk e kam edhe mision personal, aty ku më jepet mundësia, pa prish edhe strukturën, se aty ka pedagog të mrekullueshëm, të cilët mund të zhvillojnë edhe vetë këtë punë, dhe mund të motivojnë këto studentët për të ardhmen e tyre dhe të universitetit. Kam besim se stafi është i mrekullueshëm dhe u juro sukseset gjithëve që mos të... Gjoela, dua në fund për ta mbyllur një thirrje nga ti për të gjithë të rinjt që të merren sa më shumë me aktivitete të tilla, me art, me muzikë dhe me gjëra të bukura. Po, patjetër, kisha pas shef që tanë studentat në të gjitha viteve që janë me kuptu se sa vlerë ka arti dhe sa ka rëndësinë e tij në jetën tonë, dhe sa të bukur mundet me ne ringjallë ngjyrat e jetës, që me në tani kejna, po mund t'jenë shpesh janë është pak të zbeta për shkak të aspekteve të ndryshme të jetës. Arti është ai që janë ndërçanat në ngjyrën e mbrëmshme edhe rritat formimin tonë, edhe
na bëjnë që me kanë më shumë me gjetë pjesë të vetës tonë që nështë shpesh herë nuk përballën me ta ose kina shumë në vetit dhe me nëpërmjet artit na përveç të shprehjena, siç e thashë më përpara, kena mundësi që me tregu më shumë se kush jena, edhe me bë gjëra të bukura, që mund të trashëgojmë brez mas brezit dhe mund të rujmë edhe mund të tregojmë që përmendina për Shkodrët, për këtë vend kaq të bukur, edhe ja di vlerën e artit, edhe do t'ja dim gjithmonë. Faleminderit shumë e dashur që ishte me mua në këtë intervistë kaq të këndshme. Profesor, faleminderit shumë që ishit me mua këtë mëngjes. Ju falenderoj sinqerisht, Fjora, edhe për panelin, edhe për mesazhin që transmetonin edhe për medias tuaj, edhe për dëshirën dhe profesionalizmin e prezantimit të punëve. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.